Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vaj ulliri dhe kamomil, kura natyrale që po habit edhe mjekët me efektin që ka. Vaj me lule kamomile ndihmon të gjithë sistemin kardiovaskular. Kamomili është një bimë e cila që në lashtësi është përdorur për të kuruar sëmundje nga më të ndryshme. Vetit janë të shumta duke nisur që nga problemet me lëkurën dhe deri tek pastrimi i enëve të gjakut. Një studim i ri sugjeron se kamomili mundet të parandalojë rritjen e nivelit të sheqerit në gjak. Diçka e tillë ndihmon në parandalimin dhe lehtësimin e komplikimeve që sjell sëmundja e diabetit. Lulet e kamomilit janë përdorur për çajra qetësues dhe për të luftuar ankthin dhe stresin. Në këtë artikull ne do t'ju sjellim një kurë natyrale me përbërës të cilët ju do t'i gjeni fare lehtë. Vaj me lule kamomili ndihmon të gjithë sistemin kardiovaskular. Ai lehtëson qarkullimin e gjakut, e pastron atë nga papastërtitë e qelizave të gjakut, tromboza dhe gjithashtu procesi i oksigjenimit të tij përshpejtohet. Si të përgatisim vajin me lule kamomili? Për këtë kurë ju mundet që të përdorni lule kamomili të thara, mundet që t'i blini ato në farmaci të bimore ose dhe të përdorni kamomil të freskët. Nëse ju përdorni kamomil të freskët, duhet që të këpusni lulet nga pjesa tjetër e bimës. Në një kavanoz të madh qelçi ne do të hedhim gjysmë litër vaj ulliri të pastër dhe më pas shtojmë 3 deri në 4 lugë gjelle të plota me lule kamomili. Me ndihmën e një luge përzjeni përzbërjen në mënyrë që lulet të jenë të zhytura plotësisht në vaj. Me ndihmën më pas e mbyllim kavanozin me kapak dhe duhet ta vendosim në një vend me dritë. Përbërjen do ta lini kështu për 2 javë në mënyrë që lulet e kamomilit të kenë lëshuar të gjitha enzimat e tyre tek vaji i ullirit. Si ta ruani dhe ta konsumoni vajin me lule kamomili? Pasi të ketë kaluar 2 javë, ne do të kullojmë lulet e kamomilit dhe kështu do të hedhim edhe vajin në një enë tjetër qelçi. Këtë përbërje ruajeni më pas në një vend të freskët ose në derën e frigoriferit. Këshillohet që të konsumohet një lugë gjelle esëll në mëngjes dhe të vazhdohet kështu derisa kjo përbërje të ketë mbaruar. Ky informacion nuk ka për qëllim të plotësoj apo të zëvendësoj këshillat nga mjeku. Gjithashtu, këtu do t'ju njohim me arsyet pse ju duhet të pini çaj kamomili përpara gjumit. Çaji kamomilit është përdorur prej shumë kohësh në trajtimin e pagjumësisë, por hulumtimet tregojnë se kjo bimë është e dobishme pasi ofron një sër përfitimesh. Kur ju pini një filxhan çaj kamomili pas darkës, ndiheni më të relaksuar dhe jeni gati për të fjetur. Por nuk është vetëm kjo. Kamomili ka veti që në fakt ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe humorit, mbështesin shëndetin e kockave dhe lehtësojnë gjithashtu dhimbjet. Këto janë arsyet pse duhet ta përfshini kamomili në dietën tuaj. Ndihmon me pagjumësinë. Çaji i kamomilit është përdorur prej kohësh për të trajtuar pagjumësinë. Kjo për shkak se kamomili përmban apigenin e cila është një flavonoid. Flavonoidët janë të pasur gjithashtu me antioksidantë dhe ndihmojnë trupin që të luftojë dhe toksinat. Ruan shëndetin e kockave. Çaji i kamomilit është i mirë edhe për shëndetjen tuaj të kockave sepse flavonoidët në kamomil ndihmojnë kockat të riparohen. Gjithashtu kamomili mundet të ndihmojë edhe në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mundet të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë të cilat janë të prirura ndaj osteoporozës në menopauzë dhe reduktim të estrogjenit. Lehtëson dhimbjet menstruale. Deri në 93% e grave munden që të përjetojnë
dhimbje menstruale gjatë jetës së tyre dhe çaji kamomilit mundet të jetë një nga zgjidhjet për këtë problem. Pijet e ngrohta dhe qetësuese munden që të lehtësojnë dhimbjen. Megjithatë, kamomili është i mirë sepse si nenexhiku dhe bimët e tjera ka efekte që lehtësojnë ngërçet. Struktura kimike e kamomilit përmban aminoacide që lehtësojnë relaksimin e organeve tuaja. Ndihmon me ankthin. Kamomili është mjaft i mirë për ankthin, kryesisht për shkak të efekteve të tij në simptomat e gjendjes, duke përmirësuar muskujt dhe duke përmirësuar gjumin dhe duke ulur kështu presionin e gjakut dhe duke mundësuar një gjendje relaksi. Ju do të mund të reduktoni simptomat të ankthit si pagjumësia, ashtu edhe nervozizmi. Kamomili është një nga barishtet më të njohura të tokës, aq më i përhapur sa ndonjëherë harrojmë se sa i vlefshëm është në shëndetin tonë. Prandaj, këtu ne do të analizojmë arsyet pse është e nevojshme ta përfshini në rutinën tuaj të përditshme dhe më konkretisht, ta konsumoni pak para se të shkoni në shtrat. Shumica prej nesh kanë një qëndrim të qetë kur bëhet fjalë për të pikturuar një fotografi për veten tonë, sa kaq arsyet nuk lënë vend për dyshim. Relaksues natyral. Nëse vuani nga ankthi, stresi dhe sulmet e panikut, kamomili me vetitë e tij qetësuese do t'ju relaksojë dhe do t'ju bëjë të flini drejt. Ndryshe nga çaji, ai nuk përmban kafeinë dhe në këtë mënyrë ka një efekt relaksues në sistemin tonë nervor, ul pulsin dhe na bën të ndihemi më të qetë. Medikamente për zorrën e irrituar. Ankthi dhe stresi krijojnë gjithashtu një zorr të irrituar dhe vetëm nëse përballeni me këtë problem mund ta kuptoni se sa e dhimbshme është kjo situatë. Kamomili gjithashtu arrin edhe të lehtësojë ëndjet, ngërçet, spazmat dhe relakson sistemin nervor të zorrëve tona. Në një gjendje shëndetësore ku medikamentet nuk na ndihmojnë shumë, ka nëna natyrë për ne. Për ditët e periodave, ditët e vështira të muajit krijojnë gjithashtu shqetësime, ngërçe dhe dhimbje në bark. Kamomili me veti antispazmatike do t'ju relaksojë dhe do t'ju bëjë të flini gjithashtu si një zog. Kundër dhimbjeve të stomakut. Çaji kamomilit është një kurë ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse përmban substanca vërtet relaksuese që luftojnë inflamacionin. Pijeni çajin çdo mëngjes dhe në darkë kundër dhimbjeve. Nxit gjumin. Pini një filxhan me çaj kamomili 30 minuta përpara se të shkoni në shtrat. Çaji ka efekt qetësues dhe largon shqetësimet që të lënë pa gjumë. Migrena. Sapo të ndjeni trokitjen e migrenës, pini një gotë me çaj kamomili. Është e rëndësishme që ta pini çajin kur dhimbja sapo ka nisur dhe jo kur ajo është në kulmin e vet. Zorrët. Çaji i ngrohtë i kamomilit rekomandohet kundër dhimbjeve dhe simptomave të sindromës së zorrës së irrituar. Ajo funksionon edhe kundër gazrave dhe fryrjeve. Për një imunitet të fortë, nëse prekeni rregullisht nga gripi apo e ftohur, atëherë pini 1 ose 2 filxhan me çaj kamomili në ditë. Ky çaj shkatëron ndjeshëm bakteret e këqija në organizëm. Kundër të djegurave. Në kohët antike e përdornin kamomilin edhe për të shëruar plagët dhe të djegurat në lëkurë. Përdorni çaj në kompresa dhe vendoseni atë në zonat e lënduara të lëkurës. Kundër rrathëve të zi. Përdoreni çajin kundër rrathëve të zi. Çaji largon inflamacionin në lëkurë, e freskon dhe i jep pastaj më shumë gjallëri. Përdorni bustina organike ose kompresa për të qetësuar sytë. Nga ana tjetër, zbardhja e lëkurës. Kamomili e ushqen dhe e zbardh lëkurën. Zjeni 2 bustina organike në një çajnik dhe qëndroni sipër avullit të lëshuar, duke mbuluar kokën me një peshqir. Kjo do t'ju qetësojë dhe do të zbardh lëkurën. Parandalon aknet. Kamomili është plot me antioksidant që luftojnë radikalet e lira. Rrjedhimisht ai rekomandohet kundër akneve, për hapjen e poreve dhe largimin e baktereve. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.